Mirë se na erdhe në studio, shumë kënaqësi me të pas prap. Faleminderit, mirë gjej. Sot për një komunitet shumë të ndihshëm flasim, që ndoshta në këto 26 vjet supon fare. Po pikërisht komuniteti ndihshëm, por edhe komuniteti madh, masovik, me qindra mira, janë 263.000 pensionistë të kategorive të ndryshme, të cilët fatkeqësisht pas luftës, ndonë se edhe përpara, ka pasur tjera në thana ajo është zakonisht vështira, pa voliqme për ta, po pas luftës, edhe gjatë administratës së UNMIK-ut, edhe pas saj, edhe pas shpallës së pavarësisë, fatkeqësisht pozita e tyre ka qenë e lënë pas dore, është më e vështira, është kategoria më e dëmtuar në aspektin social, me një sistem inexistent, në fakt jo sistem, pra ne jemi vetëm vend, jo vetëm në Ballkan, por edhe në Evropë, që nuk kemi sistem të mirëfillt të sigurimeve pensionale, nuk kemi ligj të mirëfillt të sigurimeve pensionale dhe të pensioneve, dhe nuk kemi një politik, do të thosha konsekuente të asnjë qeverie fatkeqësisht për të përkrahur minimalisht paktën këtë kategori të njerëzve të merituar, të cilët me gjenerata të tëra, çdo gjë që është ndërtuar në këtë vend dhe madje edhe gjeneratat që janë krijuar të njerëzve, është merit e tyre. Pra, nuk kemi një ligj të mirëfillt të sigurimeve pensionale, kemi një udhëzim administrativ i vitit 2015, i cili dje neni 5.5 e këtij udhëzimi është kontestuar me të drejtë nga Gjykata Supreme, dhe kemi një pozitë të mirë të pensionistëve të gjitha kategorive. Kjo e kontribut paguesve rimbursohet? Jo, nuk rimbursohet, por përkundrazi është një ligj që quhet ligji për skemat pensionale të financuara nga shteti në fuqi, i cili jo vetëm që nuk është adekuat, jo vetëm që nuk është ndryshuar e plotësuar, ka pasur nevojë, sepse në fakt në esencën e tij është një rregullore e UNMIK-ut. Pra, ish rregullore e UNMIK-ut është shqyrtuar dhe trajtuar dhe është ndruar në një ligj i cili ka shumë mangësi, po edhe ato dispozita që ka nuk zbatohen. Për shembull, ajo që vlen theksohet për këta qeveritar tani, të cilët sigurisht edhe ata para tyre premtuan në reforma nuk bën asnjë hap dhe premtuan që do ta marrin në trajtim këtë ligj për ta ndryshuar dhe plotësuar dhe për ta kthyer në binare të normalitetit dhe mos diskriminimit. Ata nuk bën asgjë dhe tani kemi një ligj i cili përveç kësaj dispozite ka dhe shumë dispozita tjera të cilat janë antikushtetuese dhe janë diskriminuese. Ndër të tjera, cilat për shembull? Për shembull është çështja e 15 vitit. Nëse dikush sipas këtij ligji nuk ka një ditë më pak se 15 vit përvojë pune, të pranuara dhe të paguara në evidencën ashtu quajtur të para luftës të një sistemi krejt tjetër, nuk mund të marrë pension kontributdhënës. Pastaj kjo që ishte çështje diskutabile në gjykatë është fjala për kualifikimet arsimore, shkollore, nëse dikush ka kryer një ditë pas datës 1 janar 1991, nuk mund fakultet, konkretisht, nuk mund të marrë atë përqindje që i takon atyre njerëzve që me fakultet, që është më e madhe pra shuma pensioneve, nuk mund ta merr. Ndërkohë që thjesht ajo nuk ka asnjë bazë dhe ajo ka shkaktuar dëme të mëdha. Pastaj 15 vitshi që pata fjalën ka shkaktuar dëme të jashtëzakonshme dhe po shkaktojnë çdo ditë. Ka vite të tëra që kategoritë të ndryshme të punësuarve në Kosovë, të cilët kanë dhënë kontribut jashtëzakonshëm në këtë vend, kanë mbi 40 vjet, 45 vjet përvojë punë, edhe 50 vjet, vinë në situatë mos ju merret parasysh, e nuk i kanë të evidentuar në tash në qytetin e evidencën, nuk mund ta marrin pensionin kontribut pagues. Dhe rrjedhimisht pra nuk mund ta marrin edhe me fakultet, nëse fakultetin e kanë kryer më vonë, dhe rrjedhimisht ata janë të dëmtuar, ndërkohë që ne kemi pasur një sistem si gjithë Evropa, në atë kohë, në kohën e autonomisë, pa dashur ta egzagjeroj atë kohë atëherë, por sa i përket kësaj çështje ne kemi pas një sistem evropian
i cili tani zbatohet në gjitha vendet e Ballkanit, si thash më parë, dhe në Evropë, ndërkohë që tash ne nuk e kemi. E kemi mbi 24-25 skema pensionale të kategorive të ndryshme, varësisht që kanë pas nevojë partitë politike dhe qeverisjet për vota, ju kanë dhënë njerëzve, për shembull, për minatorët e Trepçës, për veteranët, për personat me aftësi të caktuara të veçanta e kështu me radhë, ndërkohë që nuk kemi një skemë pensionale në një ligj të unifikuar. E këte e kemi bërë personalisht ne të lidhjes së pensionistëve të Kosovës, pra që në vitin 2004 në kohën e një qeverie të Ibrahim Rrugovës dhe të Ramush Haradinajt në një koalicion, dhe ligji që do të ishte ligj pikërisht në frymën e Bashkimit Evropian, të së drejtës Bashkimit Evropian, akvi komuniter, e i cili kishte 435 nëna dhe ishte i unifikuar për të gjitha skemat, për të gjitha situatat, për të gjitha të drejtat që ju takojnë kësaj kategorisë pensionistëve, invalidëve të punës, pensionistë familjar, të gjitha kategorive të pensionistëve. Ndërkohë që nuk e kemi. Po ky 6 mujori me dëshmuar që janë gjallë, çka ka ndodhur me? Ajo është një tjetër dispozit diskriminuese dhe kjo është kontestuar. Tani ka mundësi në gjykatën supreme, është dhënë mundësia kësaj gjykate që aktet në ligjore të caktuara nëse kanë defekte, nuk janë përputhje me ligjet, e duhet të jenë përputhje me ligjet. Çdo akt administrativ, gjithsesi udhëzim administrativ, të shqyrtohet atje dhe me procedurë të shpejtuar të jepet një verdikt. Dhe është dhënë verdikti për këtë punë, mirë po fatkeqësisht që Ministria përkas e Departamenti Gjegjes ende nuk është si duket mjaft efikas, jo si duket, po sigurisht, dhe sikurse edhe për çështjen e 15 vjeçit, që është një vendim i gjykatës kushtetuese, nuk ka qartësi në proces për pensionistët të cilët janë të atakuar në këtë aspekt, me këto diskriminime, me këto dispozita diskriminuese, se çka është duke u bërë. Problemi kryesor ka qenë si duket shkaku që në mandatin qeverisë të kësaj qeverie që ishte për 4 vjet, 5, bile po 4 vjet në mandat, ata kanë bërë bashkimin të panatyrshëm dhe do të thosha unë të padrejtë dhe dhunshëm të dy ministrive. Ministria e Punës dhe Mëshirës Sociale në gjitha shtetet normale dhe demokratike është njëra prej ministrive kryesore për arsye se ka të bëjë me problemet sociale të popullsisë. Çdo shtet ka probleme sociale, këta kanë shkuar, kanë bashkuar Ministrinë e Financave dhe pastaj e kanë lënë pas dore këtë ministri faktikisht, gjithsesi problemet e saj dhe tashmë me këtë qeveri të re të kryeministit Kurti është rikthyer, duke parë anësinë se nuk bën ndryshe, e kanë ribër pra një ministri që të tillë, të punës dhe mirëqenies sociale, duke përfshirë edhe familjen, dhe të shohim sa do të bëjmë diçka në aspektin e reformimit sistemit sigurimit pensional dhe dëshim plotësimit të këtij ligji për cilin po themi që është fatal dhe është diskriminues për kategoritë të caktuara të pensionistëve. Pra me një fjalë nis po shkojmë duke u përmirësu, por po shkojmë duke stagnuar edhe matutje në sidomos në komunitetin ose për grupin e pensionistëve. Patjetër, kur kemi një situatë... Po pse si në general, pse nëse ne nuk njemi si popull për këtë frymë? Pse në këto 26 vjet asnjëherë nuk u pam pensionistët dhe u trajtuan kështu? Që po ju tregoj, fillimisht më lejoni të konstatoj që në një vend ku njerëzit punojnë 40 vjet, 45 vjet, 50 vjet dhe japin kontributet e tyre, dhe kontributet e tyre do duhet të vlerësoheshin dhe valorizohen sipas meritës sa kanë dhënë kontribut me orë pune, në ditë pune, muaj e kështu me radhë, ata vinë në situatë që kur një pension shkurse normale sipas sistemit pay as you go, që si sistemit të solidaritetit intergenerativ që ka gjithë Evropa, do të merrin pension 1.000 euro, 600 euro, 500 euro, ata marrin pension me fjala për shkak edhe këtij kushtit të fakultetit që pas ka kryer më vonë, marrin për shembull 150 euro atë që quhet asistencë sociale. Am tregon çush jeton një pensionist me... Që po ju tregoj, ndërkaq sa i përket pyetjes suaj, unë ju thash në fillim të bisedës sonë që fatkeqësisht pensionistët janë kategoria më dëmtuar, më anashkaluar, më lënë pas dore që prej pas luftës, dhe të gjitha qeveritë me keqardhje e them, kanë pasur qëndrim, do të thosha unë, marginalizues, nënçmues, për të mos thënë, sepse kjo është nënçmim, nëse ju nuk i respektoni prindet e juaj,
kontributëdhënësit kryesor të ndërtimit të këtij vendi, barësit e vështërsive më të mëdha deri në gjenocid në këtë vend. Dhe themi përpara apartheid, para luftës e kështu me radhë, dhe janë prindet tanë dhe plot deputet, kur unë ju thosha ligjin të cilin e kisha shkruar unë mandej me të tjerët e ndihmuar, por e kam shkruar vetë ligjin për sigurimin pensionale në vitin 2004-2005. Ju lutemi keni prindtë juaj ta bëjmë këtë se gjithë bota e ka këtë. Nuk ishin zotët që ta bënin dhe dëgjonin partitë e tyre politike dhe kështu që e kanë thjesht minimizuar problematikën, e kanë lënë pas dore dhe madje flasim tani për këtë qeveri e cila erdhi me premtime serioze duke qenë një qeveri majtiste, që ishte dashur problemet sociale të ketë prioritetin e parë, për nga definicioni, ata në fakt për 5 vite deri me tani nuk kanë bërë asnjë lëvizje, as në ndryshim plotësimin që ka qenë kërkesa jone e vazhdueshme dhe është lidhjes së pensionistëve dhe invalidëve. Por rritjen e pensioneve si është? Rritja e pensioneve jo vetëm që nuk bëhet me vite të tëra dhe kjo që jipet në mënyrë nënçmuese 100 euro e kështu me radhë për një herë në mënyrë të një trajtshme dhe të njëhershme, nuk është rritje, ndërkohë që rritje nuk ka me vite të tëra dhe aq më tepër nuk ka ajo që është dispozitë obligative për ta zbatuar këtë ligj që është në fuqi, që është çfarë është thash, më parë është harmonizimi i pensioneve me shpenzimet e jetës, me atë që quhet shport e jetës. Ndërkohë, pra në fund vitit do duhej me ligj, në fuqi është dispozita të bëhet llogaritja e shpenzimeve të jetës të vitit kaluar, inflacioni, recesioni, çdo gjë tjetër, shtrejtimet edhe të kalkulohej ajo në rritje automatikisht. Ne kemi thënë që nuk kërkojmë lëmosh, por kërkojmë të drejtën tonë edhe ajo që parashihet me ligje, gjitha qeveritë kanë pasur sepse ky ligj është i hershëm. Nuk është i kësaj qeverie vetëm, nuk e kanë zbatuar, nuk e zbaton as kjo qeveri dhe nuk ka bërë asnjë hap për ta ndryshuar gjendjen, për ta përmirësuar gjendjen. Kom pas 2 telefonata të moshës së shtyr kur ishin shumë të lumtur për rritjen e pensionit e ajo më ka bo me një keqardhje, sepse nuk është e kënaqshme dhe ti prap do të kesh vështirësi me kalu muajin, por nuk e di kush del dhe merr një vendim që në bazë të shpenzimeve një pensionist i takoj dhe të ketë paktën një mirëqenie bazike me kalu. Qysh ju me siguri keni vendet e juja ku takoheni me shokët e juj? Patjetër, çfarë jetë bëjnë? Si jeton një pensionist në Kosovë? Këtë desha se edhe më parë është trut pyetje në një formë tjetër se si jetojnë, çfarë gjendje kanë pensionistë. Sot kanë gjendje të mjerueshme, thash. Sepse ju e dini që për shembull kjo qeveri ka pasur debat të gjerë për atë që quhet e ardhur minimale, pagë minimale kështu me radhë, dhe ajo tash është dikun 500 e sa euro për të tjerët, që do duhet ishte edhe më e madhe për ata që janë të punësuar në sektorin publik ose privat. Para mendoni pensionistët, ju e përmendet në hyrjet e emisionit, ata që janë kontributdhënës, që janë në një pozitë pak më të mirë, po as minimale jo, ata marrin me fakultet, sepse as magjistratura, as doktorantura, as një kualifikim tjetër nuk është marrë parasysh. Nuk është marrë parasysh në këtë udhëzim administrativ, ka shumë përveç këtij nene tjera diskutabile dhe diskriminuese, për shembull, nuk është marrë parasysh që punëtori fizik, punëtori që ka një shkollë fillore, punëtori që ka një shkollë mandej arsim të lartë, ashtu quajtur shkolla e lartë. Përpara ka qenë, kemi pas pa numër punëtor të tillë atëherë në sistem, sepse shkolla e lartë ka qenë njëra prej niveleve të edukimit dhe arsimimit, nuk janë futur e as kjo e magjistraturës, doktoratës, kështu që maksimumi si kualifikim që futet në llogaritjet pensionit është me fakultet. Por edhe me ata me fakultet, duke mos i pasur 15 vjet, sipas kërkesës absurde, çfarë është ajo 15 vjet? 15 vjet një ditë më tepër bën, një ditë më pak nuk bën, pse të mos jetë sistemi gradualitetit, do me thoni, ka 3 vjet stazh për vojë pune, ja llogarit ato 3 vjet. I ka 30 vjet, ja llogarit 30 vjet dhe bazë kontributit që ka dhënë të ardhurët që ka pas, siç thash, orëve të punës, atëherë i jepet pensioni. Ndërkohë që këtu tani ata dalin prej një pagë të zakonshme për çdo ditë, që 3 vite pothuajse e më tepër, asnjë nuk ka mundësi sepse
nuk janë njerëz që kanë filluar më vonë të punojnë, pra nuk e kanë stazhin mbi 15 vjet para luftës dhe dalin në ndihmë sociale. Pra jetojnë në mënyrën më të mjeruar të mundshme, madje duke mos mundur të përmbushin edhe nevojat elementare për jetën e moshuar kur kërkohen barna dhe nevojat për barna për smundje kronike, të cilat kërkojnë për çdo ditë domosdoshmërisht barna. Ka plot njerëz, kolegë tanë, kolege të cilët nuk arrin që ti përmbushin kërkesat për barna që ja u kërkon smundja kronike përkatëse, dhe natyrisht si thotë ndryshe dhe si mund të jetë ndryshe përveç se për shpejtimi i ndrimit të jetës dhe lënia e kësaj bote. Kjo është edhe mshme. Një pyetje të ndihshme do ta bëj. Çfarë doni? Që nuk kanë qef shumë me përmend, por ju jeni pro listës së pensionistëve që jetojnë jashtë e gëzojnë pension të Kosovës? Jo, unë mendoj përkundrazi, njëra prej defekteve që ka lënë miku në këtë vend që ne ja kemi tërhequr vërejtjen, edhe në cilësi tjetër, duke qenë punëtor aktiv dhe ekspert i kësaj fushë, jo vetëm unë, po unë po flas personalisht edhe të tjerët, e mandej edhe organizata pensionistëve në vazhdimsi që do duhej vënë rend e rregull. Ne kemi një situatë kur jemi në shtet i varfër, kur kemi një përqindje të madhe të familjeve që jetojnë me ndihma sociale, kemi një situatë kur kemi mbi 260.000 pensionistë duke pasur 1.800.000 ma pak se kaq, 1.680.000 ma saktë banorë sipas regjistrimit fundit, dhe kemi tani gjendjen kur njerëzit marrin që jetojnë diasporë me gjithë respektin, ata janë qytetarë tanë, por nëse marrin e kanë shtetësi, e kanë punuar atje me vite dhe kanë përfituar, marrin atje pensione, marrin edhe këtu pensione. Vinë dhe gjatë pushimeve pastaj i mbledhin ato tolla shpesh herë në mënyrë thjesht të paimagjinueshme. Kjo pjesa që bëjnë fares na intereson, po ju a jeni... Jo, ajo gjendje, ajo që po ndodh është, pra unë nuk po flas për ata që ka bëjnë, po flas për... Nuk e kuptova, a jeni kundër me marrjes pensioneve dhe jashtë edhe në Kosovë? Jo, po du ta them atë, nuk e thash ende. Nuk jam as kundër as për, po jam për atë për duar ende rregull. Ata që e meritojnë dhe jetojnë në Kosovë, duhet krijuar kritere të qarta që vetëm ata që jetojnë këtu dhe që i fitojnë të drejten, duhet marrin. Nëse është bërë, tani këta e kanë bërë, këto qeverisjet, që dikush që ka një burim të kësaj skeme, nuk mund ta marrë tjetër, madje edhe veteranëve ja u kanë ndaluar, që nëse janë marrëdhënie pune diku nuk mund ta marrin atë prestacionin e veteranit, atëherë pse të mos jetë kjo edhe për ata që jetojnë jashtë që kanë pensione atje. Nuk po them që të privohen, nëse vinë këtu jetojnë këtu e marrin si gjithë tjerë. Nëse jetojnë dhe marrin atje, po edhe këtu nuk është në rregull, unë jam për atë që do duaj vënë rend e rregull, sepse ka qindra miliona në Turqi, në Maqedoni, në Serbi, në vende tjera që jetojnë, pra njerëzit tanë, ata janë njerëz tanë, nuk ju mohohet, por du të ketë një zgjedhje, ose këtu, ose atje, jo edhe këtu edhe atje dhe dikush pikrisht shkaktohen pastaj diskriminime dhe të shkaktohen çrregullime në kuptimin e mbulesës së buxhetit, sepse kjo ministri kërkon pjesë të madhe të buxhetit, Ministria e Punës dhe Mbrojtjes Sociale, sepse kemi varfëri të madhe dhe kemi kategori të caktuara dhe do të duhej vënë rend e rregull në këtë aspekt që nëse dikush e gëzon, siç ja ke ndalu këtij këtu që është brenda, nëse merr një prestacion s'mund ta merr, pra nëse realizon një drejt, mos e merr tjetrën, kjo do duhet vente edhe për të tjerët që janë kudo qofshin, në cilin do shtet botës. Pra ose këtu edhe ose atje dhe jo edhe këtu edhe atje. U gëzova shumë që të pata në studio sot me fol për pensionistët. Unë shpresoj me u bë mirë për gjithë komunitetin, edhe pse vonë është për ditë edhe tash është vonë që po flasim. Ne kemi pas rastin e Barnatorës ku kemi shku me radar dhe aty kemi pas shumë të moshuar që vinin blenin medikamentet për shkak se pensioni nuk ju mjaftonte dhe është shumë edhimshme me pa edhe njerëz të shkolluar ose me fakultet apo fakultet, por që është gjenerata e artë e Kosovës. Patjetër, vetëm lejoni në fund që t'i lus dhe të bëj thirrje të gjithë pensionistëve. Sigurisht që do të bëhet edhe me shkrim përmes organizata pensionare komunale nga Lidhja Pensionistëve e Kosovës që t'i njoftojnë pensionistët e komunave të tyre lidhur me këtë vendim të gjykatës supreme në mënyrë që të bëjnë kërkesat e tyre për të rivendosur pra
pensionet e tyre në mënyrën që, siç thot vendimi thot që nifet edhe fakulteti, pra kualifikimi i fakultetit, shkalla e arsimit superior, si pjesë së drejtës për realizim pensionet, dhe kjo gjithsesi ja u përmirëson në një masë të konsiderueshme pozitën kaq të rëndë që ata kanë, pra ta shfrytëzojnë këtë drejtë sa më parë në mënyrë që të mos eventualisht mos i japin përgjigje këta të birokratët e ndonjë dikasteri, të cilët mund thonë se e ke bën më herët, e ke bën më vonë kërkesën ose nuk e ke bërë fare. Pra le ta bëjnë kërkesën për rimbursim së drejtës së tyre me fakultet në mënyrë që të përmirësohet sadopak shkalla, niveli i pensionit të tyre. Duhet një mendim në fund të kësaj bisede për vendimin e gjykatës kushtetuese lidhur me afatin e 34 ditëve për zgjedhjen e presidentit. Ne që bojmë programe sociale dhe nuk e dim çaj e pret vendin. Tash ditëve në vazhdim. Është rëndësishme, është tepër aktuale. Vendimi doli dje dhe tregoi qartazi që dekreti i presidentes nuk ka qenë përputhje me kushtetutën, nuk sjell asnjë efekt juridik, që domethënë është nul, themi ne në drejtësi, domethënë është inekzistent. Dhe pashun mram disa përpjekje të mbrojtësve të atij padrejtisht, pra të atij dekreti, se thoshin që është çmenduri ky vendim e tjera, në fakt s'është kurrë çmenduri, por është një vendim i domosdoshëm, i cili thotë që deputetët e kuvendit janë të detyruar që në afatin për 34 ditësh në frymën e kushtetutës ta neneve që i përmend ajo 82 dhe 86, edhe 66, ti bëjnë përpjekjet dhe ti realizojnë përpjekjet e zgjedhjes së presidentit apo presidentes së vendit, në mënyrë që të mos shkohet në zgjedhje. Pra vendimi është afirmativ, pozitiv, për të ndihmuar, sepse as partitë politike s'kan dobi, as qytetarët, as Kosova që të shkohet në zgjedhje, kur thjesht nuk kemi nevojë, kur kemi një mundësi që me konsensus të merren vesh këta njerëz të këtyre partive politike që më shumë shiqojnë interesat e tyre partikulare, personale, politike, klanore, partijake, sesa shtetërore dhe të Republikës e të qytetarit, që ta bëjnë këtë punë brenda 34 ditësh në mënyrë që të mos shkohet në zgjedhje. Dhe thot po ashtu pika kryesore tjetër e 4-ta me radhë thot që masa të cilën e ka vënë në 9 mars gjykata kushtetuese hiqet në mënyrë që të punojnë në dy institucionet, presidenca dhe kuvendi, në këtë ndërkohë pa ndonjë pengesë. Pra tash pritet me u thirr kuvendi në rast se në çdo rast brenda këtyre 34 ditësh mendoj që definitivisht duhet ta rimendojnë mirë edhe pozita dhe opozita, nuk ka asgjë që nuk mundet të arrihet kur ka vullnet mirë. Edhe mes dy shqiptarëve. Edhe mes dy shqiptarëve dhe mes 12-ve, sepse definitivisht këta kanë të pruar, kjo klasë politike shumë e papërgjeshme është dëshmuar, duke i bërë në skamca e prita njëri tjetrit. Mbi një vit kemi 5 zgjedhje dhe kjo e ka sfilitur qytetarin e Kosovës, e ka dëmtuar Kosovën jashtë masë brenda dhe jashtë vendit, dhe kjo është definitivisht e pandershme politikisht dhe etikisht, po dhe pa lejueshme në aspektin e besimit që është dhënë nga qytetari, ja ka barë sovranitetin votusi këtij deputetit apo deputetës, dhe këta talën me votusit e tyre, me Republikën dhe me neve të gjithve. Nuk është e lejuar, duhet t'i vënë gishtin mendjes dhe ta bëjnë një kandidat pavarur, qoftë edhe politik, të një subjekti politik të opozitës, me që s'ka zgjidhje tjetër, duhet thjesht formula ka mbetur tash, me sa unë shoh edhe kuptoj, e di është që vetëm me PDK-n ka mundësi që t'i kenë numrat e mjaftueshëm për ta zgjedhur një president. Atëherë le të jetë i PDK-s, mundësisht jo kandidat partijak, por nëse edhe partijak, siç ata thoshin mbyllazi, ne ju japim, na i lejoni ju dy neve, por mos pyetni kush janë ata, po kjo çfarë formule është ajo, është serioze. Prandaj do duhej që me PDK-n dhe fituesi zgjedhjeve ta bëjnë një zgjidhje dhe ta kemi presidentin brenda afatit 34 ditor. Faleminderit prof, ishte kënaqësi. Faleminderit juve, edhe për mua ishte kënaqësi. U bëft mirë për gjithë komunitetin e pensionistëve, u bëft mirë për gjithë vendin, në fakt se të gjithë jemi sot pezull. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe për mua ishte kënaqësi.